Të dashur miq, përsëri jam para jush, për diskutuar me ju, për të ndëgjuar pyetjet dhe përgjigjet atyre dhe komentet e juaja. Ka qenë javë hektike në kuptimin e mbledhjeve të pafundme për përzgjedhjen e kandidaturave. Por mendoj se Partia Demokratike paraqet para shqiptarëve kandidaturat më përfaqësuese që ajo ka paraqitur në tërë ekzistencën e saj. Paraqet para shqiptarëve kandidatura që kanë një karrierë politike të gjatë dhe kanë qëndruar në pushtet si shërbëtor të qytetarëve dhe në opozit përsëri në misionin e rëndësishëm të mbrojtjes së interesave të tyre. Ka prurje të reja, burra dhe gra me një formim të shkëlqyer, të shkolluar dhe me eksperiencë shumë të mirë pune. Ka përfaqësues të komuniteteve nga mbar vendi. Dallojnë në mënyrë thelbësore nga lista e megafonit të Edi Rams. Cilat janë dallimet? Shkurtimisht, grupi I parë I listës Edi Rams janë që të gjithë pa përjashtim me dosje të rënda, spaku, aferash korruptive ndër më të mëdhat dhe lidhje me krimin ndër më të tmerrshme. Simbol I kësaj liste përveç Edi Rams vet është Taulant Balla, I cili gjatë karrierës tij parlamentare ka komunikimin më kriminal dhe më banal me bandat, nga kërkesat për t'ia mbushur kartën e telefonit, tek premtimet për arrestimet, nga porosit për vrasje, tek rrëmbimi I votave. Pra, kemi të bëjmë me përfaqësues të shëmtuar të bandave më kriminale të vendit. Ministra që kanë vjedhur, kanë zhdukur miliarda euro. Grupi tjetër është grupi I patronazhis dhe famzi, të cilët nuk kanë ligj as moral, mercenar të vërtet, që përdorin pushtetin, që shkelin kushtetutën për privilegjit e tyre dhe për të mbrojtur pushtetin. Përveç këtij grupi është grupi I turistëve. Deputetët, kandidatë të Edi Rams, kategoria e tretë, janë turistë që si njeh kërkush, që përveç vizitave turistike, përveç se lidhjeve të tilla me Shqipërinë nuk kanë asnjë lidhje, nuk njihen, anonime, vendosen në lista sepse njëri thot se Rama është Zeus, se tjetra thot se Rama është 10 hapa para, e treta thot është brend botëror. Pra, lista e turistëve është lista, do ta themi haptas, më qesharake që është paraqitur ndonjëherë.
Sepse, çfarë ndodh? Këta vinë, shkojnë, marrin një mandat, rrinë 4 vjetë, vazhdojnë punën e tyre dhe merr një grup turist tjetër, i sjell, i merr dhe këta i quhen fasada, këta i quhen mërmetim, këta i quhen ripërtritje. Por ripërtritja nuk është një proces turistik. Ripërtritja është një proces përfaqësimi shumë serioz. Dhe imagjinoni ju, këta shkojnë njerëz pa asnjë lidhje. Nuk po përmend emrat të tyre. Po kjo është e vërteta. Këto janë 3 kategoritë e listës së altoparlantit të Edi Rams, që përpiqet të shes nga mëngjesi gjerë darkë si risi, por në fakt janë më shumti pra në katarët e SPAK-ut, që kanë dosjen SPAK, patronazhistët si terroristë elektoral dhe së fundit turistët që s'përfaqësojnë asgjë, as një krahin, as një vend, as një komunitet. Faleminderit. Filloj me pyetjen e parë, Laert Karaj. I nderuar zoti Berisha, jeni mundësia e vetme që Shqipëria të ndryshojë dhe të hyjë në rrugën e mirëqenies dhe zhvillimit. Pika kryesore e procesit votimit është mbrojtja e votës. A keni ndonjë plan për mbrojtjen e votës? Sigurisht që ne do bëjmë të gjitha përpjekjet për mbrojtjen e votës. Por i dashur Leart, shkojmë në këto zgjedhje pasi 3 rezoluta ndërkombëtare që të firmosura së bashku nga 193 parti politike të planetit kanë damkosur zgjedhjet e Edi Rams si një farsë elektorale. Pra, kanë dridhur themelet e narkokracisë dhe diktaturës së tij. Ne garantojmë shqiptarë që bëjmë çdo përpjekje për të numëruar çdo votë të tyre dhe për të firmosur me 11 maj fitoren e opozitës. Dori. Zoti Berisha, mirëdita, Rama tha sot se nëse merr mandatin e 4, shqiptarët do të bëhen me pasaportë europiane. Pra, ai thot se do fus Shqipërinë në BE. Në 2004, Fatos Nano nga Selaniku thoshte se Shqipëria do futej në BE në vitin 2014. Dhe sot në 2025 prap na serviret kjo histori. Ju si e interpretoni këtë deklarat? Sa janë gjasat që Shqipëria të futet në BE brenda 2029-s? Kjo deklarat qesharake e tij tingëllon me atë që thot e treta e vërteta, por e treta dele pa vërtet, dhe tani me qenë se e treta doli e pa vërtet, thot do dale 4-ta. E 4-ta do tjetë e vërtet, aq sa doli e treta. Ndaj dhe unë kam besim shqiptarët nuk e besojnë këtë mashtrim të tij. Tani, ju më pyesni mua, dhe e dini qartë, se shtyllë themelore, një nga shtyllat më themelore të programit ton është integrimi në Bashkimin Evropian. Por mund të pyesni, pse ky proces gjatë periudhës që ne ishim në pushtet eci pandalshëm, nuk po them vrapoj, por eci pandalshëm, nga firmosja e marrëveshjes stabilizim asocimit, tek dorëzimi i pyetësorit, tek heqja e liberalizimi i vizave dhe sfundi rekomandimi nga Komisioni Evropian i statusit të vendit kandidat. Pse kjo? Pse Shqipëria arriti të marrë ftesën për antare të Aleancës Atlantikut të Veriut dhe arriti të firmos antarësimin në Aleancën Atlantikut të Veriut? Vetëm e vetëm që të dyja, sepse parimi ynë ishte ky. Gjithçka duhet jetë e bazuar në merit. Dhe asgjë tjetër jashtë meritës. Çka kërkonte që qeveria shqiptare të plotësonte standarde dhe kritere,
të cilat ishin interesi më i mirë i qytetarëve të vetë. Kërkonin që Shqipëria të kishte zero tolerancë ndaj krimit. Kërkonin që Shqipëria të luftonte me forcë të madhe korrupsionin. Kërkonin që Shqipëria të respektonte drejtat e qytetarëve shqiptar, liritë e tyre. Kërkonin që Shqipëria të respektonte opozitën. Kujtoni ku jemi me Edi Ramën. Edi Rama e bazon procesin në korrupsionin transnacional dhe nuk plotëson asnjë kriter tjetër përveç kriterit gjeostrategjik, që është një kriter i rëndësishëm, por ky është kriter natyror. Pozicionin gjeografik i Shqipërisë nuk ka asnjë lidhje me Edi Ramën. Është shekullor, është mijëra vjeçar. Edi Rama nuk zotohet dot, mashtron, se do plotësoj një kriter të vetën. Unë u them ju, se në mënyrë absolute me këto rroga dhe pensionin nuk të pranon kush antar i Këshillit të Evropës, mos të ketë asnjë iluzion. Unë ju garanton ju se me këtë farsë elektorale nuk pranohet Shqipëria në Këshillin e Europës, në Bashkimin Evropian. Unë ju garantoj ju se me këto lidhje të tmerrshme të qeverisë me krimin, Shqipëria me Edi Ramën, për Shqipërinë me Edi Ramën, antarësimin Bashkimin Evropian do të jetë një horizont që largohet me shpejtësi. Pra, në rast se bëhet fjalë për integrimin e plot të Shqipërisë, për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ka vetëm një rrugë dhe kjo është rruga e bazuar në parimin në merit-based, një proces i bazuar në meritën, në performancën, në arritje e kritereve. Kështu që këtë proces do e kompletoj Partia Demokratike në kohën më të parë të mundshme. Ergjys Dardha. Doktor, pa tifozlik e dëshirë, sa deputet do marri koalicionin në 11 maj? Dhe në qoftë se duhen 3-4 deputet që mund të dalin nga partitë e tjera, a do t'i afrosh? Unë jam i bindur që 11 maj do t'jetë një fitore e thellë e koalicionit për Shqipërinë madhështore. Dhe kudo që shkoj, ka një entuziazëm të madh të qytetarët që nuk kam ndjerë ndonjëherë më parë. Qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë Shqipërisë. Janë disa faktorë përcaktues themelor të kësaj fitorie. Së pari, programi më i miri që është paraqit para shqiptarëve dhe i hartuar me ekspertizën ndërkombëtare më të mirë të Heritage Foundation dhe Adenauer Stiftung. Së dyti, koalicioni më i gjerë në histori. Aleatët tanë të marrë së bashku pa Partinë Demokratike përfaqësoi 26% të zgjedhësve të Shqipërisë me vota sipas librave elektorale. Së treti, faktori diaspor e kam shpallur dhe shpall përsëri vitin 2025, viti diasporës. Kur nuk kam patë tek shqiptarët një shpërthim entuziazmi të tillë që kam takuar në takimet e mia në Athina, në Milano, në Rom, në Parma, dhe kjo është një energji pozitive jashtëzakonshme. Shqiptarët kanë konstatuar se diaspora është me Partinë Demokratike dhe aleancën për Shqipërinë madhështore. Ka dhe një forcë tjetër, pothuaj natyrore, dhe ky është krye magjistari botëror i fushatave zgjedhore, bashkëkryestrategu
i fushatës më suksesshëm në historinë e njerëzimit, si që ishte fushata e rikthimit Donald Trump, pra Chrysler Civita, i cili ka ardhur që të sjellë këtu të gjithë magjin, të gjithë programin e fitores Partisë Demokratike. Së fundi, më duhet ta la sot modestin me një anë. Ka dhe një faktor tjetër që quhet Sali Berisha, i cili nuk pret dhe nuk fut thika pas shpinës si Edi Rama. Nuk i çfrytëzon njerëzit dhe i flak pastaj sikur t'ishin qenje inekzistente, i cili jeton në një apartament 40 metra më të gjerë se ai që ka patur në diktaturë dhe jo në saraje me kopsht 8300 metra, që në kushtet të vërteta duhet t'jesh mbi milioner për të patur një saraje të tillë me një kopsht të tillë. Pra, të themi të vërtetën, është kompleksi i rrethanave që në fundit do t'i përmlidhja me një fjalë, thirrje. Thirrja për rikthim në Sali Berishës, edhe kjo një faktor i fuqishëm i fitores me 11 maj të Partisë Demokratike, natyrisht më si përbëra krahasimin e deputetëve e të tjerë. Elson Sinani dhe Mateo Nezaj paka shumë bëjnë të njëjtën pyetje. Çfarë programi ka Partia Demokratike me ardhje në pushtet për personat me aftësi të kufizuara? A do t'ju njoh PD-ja kontributet shoqërore personave kujdestar të personave me aftësi të kufizuara? Partia Demokratike me ardhje në pushtet ka përcaktuar si paketë emergjence, paketën e dhimbshurisë, e cila do të zbatohet 3 muajt e parë të qeverisjes. Kjo paketë përfshin, së pari, vendosje e minimumit jetik për çdo shqiptar që merr ndën 200 euro. Vendosja 200 euro e minimumit jetik. Për të gjithë ata që marrin pension më të ulët se 200 euro, se marrin pension të pjesëm ose nuk marrin pension. Për të gjithë invalidët dhe të tjerë. Së dyti, karta e konsumatorit. Rikthimi i taksës që paguajnë në blerje të gjithë rrogë ultit dhe pensionistët. Së treti, ju keni shumë të drejtë. Sot në Shqipëri më të braktisur janë njerëzit me aftësirat ndryshe, apo si po flisë ju për invalid. Pa asnjë diskutim që do u paguen të plota sigurimet shoqërore kujdestarve. Sikundër, do krijohen qendrat më të fuqishme të riabilitimit në mënyrë që këto qytetarë të mund të bëjnë një jetë sa më normale. Të gjitha pajisjet që atyre u nevojiten për jetën normale do t'u ipen pa diskutim me rimbursim 100% nga qeveria. Pra, do ketë një ndryshim rrënjësor në qëndrimin ndaj tyre. Po kjo paket parashikon rrogën minimale, nuk ka rrogë ndën 500 euro, parashikon rritjen e pensioneve përveç 200 eurove me 20%, parashikon rrogën mesatare 1200 euro, parashikon uljen e çmimit naftës në masën 30-40%,
në të jetë njëjtat vera që është në Kosovë. Pra, ne do përmbysim shpërndarjen e buxhetit duke vënë në epicendër qytetarit, jetesën e tij dhe t'japim mundësi t'i nxjerrim nga varfëria ekstreme dhe të bëjë një jetë sa më normale. Oligert Musta, përshëndetje doktor. Madhështia e një shteti matet nga forca e pasaportës për të lëvizur i lirë. Gjatë mandatit tuaj 2005-2013 premtuat antarësimin e NATO që e realizuat për 4 vite bashkë me liberalizimin e vizave në BE, kur e dorëzuat e latë Shqipërinë në derë të Europës. Rama në 3 mandate në vend që ta hapte atë derë e mbylli. Pyetja ime është në projektin e Shqipërisë madhështore. A premtoni liberalizimin e vizave me Amerikën gjatë mandatit 2025-2029? Lehtësimin e vizave me Shtetet Bashkuara e filluam dhe lobuam fuqishëm në fundin e mandatit të dytë të qeverisës kaluar. Garantoj se çdo bëjmë çdo përpjekje për standardin më të lehtë të mundshëm. Unë nuk mund të them heqjen e plotë të vizave, sepse siç e shihni, është bërë një problem madhor emigracioni për Shtetet e Bashkuara, por ne do kërkojmë dhe do garantojmë miqtan se do plotësojmë çdo kriter për standardet më të lehta të hyrjes dhe daljes shqiptarëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjergj Gjika, doktor, a keni ndonjë plan konkret për industrinë e lehtë dhe për industrinë shqiptare në tërësi? Programi ynë ka objektiv më madhor, Made in Albania. Dhe kur them Made in Albania, kam parasysh prodhimin industrial në të gjitha llojet e industrisë, të lehtë, të rëndë e të tjerë. Unë ju garantoj se do bëhet gjithçka që Shqipëria të shndrohet në një prodhues të fuqishëm, në një eksportues të fuqishëm. Krijimi zonave të lira ekonomike, krijimi zonave industriale, kuadri fiskal më i favorshëm në Europë. Janë disa nga energjia me çmimin më të levërdishëm. Energjia me një çmim 3 herë më të ulët se sa sot për bizneset. Janë disa nga kushtet që do ta bëjnë Shqipërinë vendin më të tërheqës në rajon për të investuar në uzina dhe fabrika të prodhimeve, industrinë e lehtë, industrinë e rëndë. Do bëjmë gjithçka që prodhimet minerare shqiptare të marrin përpunimin më të thellë dhe të eksportohen si malla përfundimtare. Do bëjmë gjithçka për tërheqjen e kompanive të mëdha në Shqipëri. Pra, Made in Albania e kemi shpallur, do të jetë sinonim i krenarisë shqiptare. Ku e bazojmë ne këtë premtim? Ne bazojmë këtë premtim sepse ne në vitet 2005-2013 arritëm 2 ndër të tjera, 2 arritje shumë të mëdha. Së pari, eksportet u rriten me 320%. Dhe në mandatin e dytë, investimet e huaja u rritën me 300%, 400% në ndonjë vit. Pra, ne krijuam faktikisht të gjitha premisat e Shqipërisë së prodhimit. Ajo që ne bëm me aq për kushtim, ajo u xhbër sot, është xhbër
dhe e keni shumë drejt ju. Sot ka 3 vite, 6 semestra, që prodhimi bien nga vitin vit. Vetëm nga viti 2023 në vitin 2024, eksportet ranë me 32%. Pra, në qoftë se mund ta sintezonim në një moto, Made in Albania do t'jetë prodhim, prodhim, prodhim. Daniel Katana, përshëndetje Dr. Berisha. Edi Rama është përpjekur internacionalisht që ta portretizojë mbylljen e TikTokut sikur gjoja po mbron rinin. Si e shikoni këtë gjë kur Edi Rama është ai që ka shpopulluar Shqipërinë dhe dëbuar rinin? Faleminderit për pyetjet, Daniel. Akti i Edi Ramës për mbylljen e TikTokut është identik me vendimin e Habitullahut të Kabulit dhe Ajetullahut të Teheranit për mbylljen e kësaj platforme të mrekullueshme. Edi Rama ka dhe një problem tjetër madhor në këtë qëndrim. Ftoj shqiptarët të mos harrojnë se në gusht të vitit 1988, Kristaq Rama në aso kohë ish zëvendës i Nexhmi Hoxhës dhe antar kryesor i presidiumit Kuvendit Popullor, pra si i Ramizalis, firmos varjen në litar të poetit Havzinela për vargjet e tij kushtuar fjalës së lirë dhe lirisë mendimit. Me aktin e tij, pas 37 viteve ndaj TikTokut, Edi Rama dëshmon se po t'ishin ligjet e vjetra, nuk do i dridhej dora të varte në litars një lloj si Jati, një lloj si po vepron me TikTokun, të gjitha ata që do e kritikonin do kinë mendime ndryshe. Por sot të rit kanë një protestë të madhe, dhe kjo është protesta më e rëndësishme e jetës tyre për lirinë e fjalës. Ndaj dhe unë i përgëzoj ata dhe i garantoj se me datën 12 maj, TikToku do të lëshohet me njëherë. U ftoj kompanit e internetit dhe kompanit e telefonisë celulare të mos bëhen bashkautore në këtë megacensur që barazon Shqipërinë me Afganistanin dhe Teheranin. Ndaj dhe të bëjnë çdo përpjekje që ato vegla që ka ble Edi Rama për të bllokuar TikTokun të mos funksionojnë. Fadil Keta, përshëndetje Dr. Berisha. Zoti Berisha, është përgatitur Partia Demokratike për qeverisjen e vendit dhe në kabinetin qeveritar, a do të ketë element të rinj apo të reja, apo do të vazhdohet po me të njëjtat emra? Ciao, respekt pafund. Faleminderit shumë për pyetjen. Ju siguroj ju dhe mbar shqiptarët se Partia Demokratike ka emra të shkëlqyer për kabinetin e ardhshëm, në listën e deputetëve, por dhe jashtë listës deputetëve. Ne kemi një ekip që nuk kemi patur kur më parë. Djemë dhe vajza që jetojnë në Shqipëri, që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe që kanë shprehur gatishmëri të madhe të bashkohen me koalicionin në qeverisjen e ardhshme. Pra, mund të them se për çdo sektor kemi njerëzit më të përgatitur.
më të pakrahasueshëm, të cilët nuk janë bashkuar me Sali Berishën as për t'i thënë se është Zeusi, as për t'i thënë se është Brendi, por janë bashkuar për interesat qytetarëve shqiptar për të shkrijë energjitë e tyre për një Shqipëri madhështore. Sabri Sollaku, doktor, fshatrat e Shqipërisë sot janë kthyer në xhungël pasojë e reformës territoriale elektorale të rilindjes 2015. A do të rishikohet kjo reformë se me sa di ka një projekt Partisë Demokratike para zgjedhjeve lokale të 2023-shit? Pa diskutim. Reforma territoriale që u bë e tëra në funksion të manipulimeve elektorale të Edi Rams është faktuar një reformë shkatrimtare, mbasi ajo largoi të gjitha shërbimet e domosdoshme dhe etike për qytetarët. Edi Rama e shkurtoi numrin e komunave, jo e përgjysmoi, po e solli në një shifër 7-8 herë më të ulët, në një kohë kur sot ata që paguhen nga qeveritë vendore janë 70% më shumë se sa që pagueshin nga gjitha qeveritë vendore në vitin 2013. Pra, qytetarëve ja u largoi shërbimet, ja u largoi investimet dhe u shtoi në shpinë parazitët që thithin, përvetsojnë taksat e tyre. Ajo do rishqyrtohet e tëra. Fshati shqiptar do ketë investime masive në parimin që të shtrohet çdo fshat të ketë infrastrukturën e një lagje të qyteti. Fermerët shqiptar Partia Demokratike do bëjnë të njëjtat përpjekje që bën për suksesin e biznesit në qytete, do të bëjë për suksesin e fermave në fshatrat e vendit, për mbrojtjen e prodhimeve të tyre, për subvencionimin, për njësi prodhimi, për fidan dhe për krer bagti. Do ketë një sistem kreditimi dhe garancie kredish për mbar fshatin shqiptar, do ketë mbrojtje të prodhimeve shqiptare, të cilat çdo vend në botë i mbron në sezone, kanë rregullat e mbrojtjes, dhe jo siç bëjnë këtu që qeveritarët janë bë importues të mëdhej frutash, zarzavatesh, dhe faktikisht sot 80%, 70-80% e të gjitha prodhimeve bujqësore që shiten në Shqipëri vinë nga Shumadia, vinë nga Ballkani i hapur, për të mos thënë edhe nga Rusia dhe nga vende të tjera, sepse Serbia ka marrëveshje tregtie të lirë me këto vende dhe pastaj merr i shkarkon në Shqipëri një pjesë të madhe të tyre. Kreshnik, Peçmarku dhe Rexhe Terzia bëjnë të njëjtën pyetje, duhet i heqësh tratë e rrugëve, doktor, që të lëvizin shqiptarët lirisht se na mbytën këta hajdut. Javën e parë të qeverisë i paralajmëroi kompanitë të bëjnë gati çmontimin. Natyrisht qeveria do bëjë zgjidhje tregtare, por në territorin e Shqipërisë nuk do të ketë trar rrugë absolutisht. Kjo merr fund, edhe njerë, ajo është një gjobe të mërshme që u vihet qytetarëve të qarkut dhe qarqeve më të varfra të Europës. Bizneseve është një gjobe të mërshme që u vihet bizneseve të këtyre qarqeve. Një biznismen kromi më shkruar se paguën për një kamion në muaj 750 euro tek trau i Kalimashit, mbas edhe tek ky trau tjetër, kështu që ato nuk janë të papajtueshme në programin elektoral të Partisë Demokratike. Fatmir Sadiku, doktor, si do të vepronit në rast se nuk ju hiqet non grata? Non grata ime de facto
de facto, si që keni konstatuar, pas vetimut 34 vjeçar të prokurorëve politik të Edwin Rams, doli se Sali Berisha, i akuzuar për korrupsion, kishte kursime së bashku me bashkëshorten 100.000 euro në punën e tyre 54 vjeçare. Një apartament 20 metra më të madh se sa ai që ka patur. Doli se s'kishte shkelur kur ligjin, ai dhe fëmijët e tij. Pra, për mua, ata që më akuzuan, ata mashtruan dhe fatmirësisht njeriu që firmosi është sot non grata në vendin e tij. Dhe ky është natyrisht, nuk mund të them se nuk është edhe një, e thonë domosdoshmë këta, që karma rikthen. Edhe ai mori atë që meritonte nga presidenti Donald Trump. Angela Karanja, zoti Berisha ju përshëndes, sërish për gëzimet e mia për energjitë tuaja pozitive të pakursyeshme për kauzën tonë kombëtare. Rithemeloj pyetjen që ju kam bërë edhe më parë. Trupi diplomatik i akredituar në Itali sot është krejtësisht i palishëm. 2 ambasadorë që kanë marrë peng ambasadat kanë mbi 10 vjet në të njëjtën karrige pa bërë asnjë gjë për kauzën tonë. 2 konsulët e përgjithshëm të emëruar pa asnjë kriter diplomatik kanë mbi 10 vjet në të njëjtën karrige e asnjë për të thjeshtuar shërbimet diplomatike për ne emigrantët. Aspekti tjetër, jemi mbi 700.000 emigrantë shqiptar rezident në Itali, me vetëm 3 zyra, 10 dokumenta ende duhet me patjetër për të prezantuar në zyrë, e qyteti më i largët nga një zyrë konsullore shqiptare në Itali është 500 kilometra. Konsulët e nderit janë të gjithë pa asnjë kriter kombëtar, janë për turp. Cili do të jetë vizioni apo plani juaj për këtë handicap institucional shqiptar që ka të bëjë direkt me problemet e çdo familje shqiptare në emigracion? Së pari një ndjesë publike për këtë situatë të turpshme, të papërgjegjshme, që përjetojnë shqiptarët jashtë vendi, jo vetëm në Itali, por në çdo vend tjetër të planetit, që detyrohen për një shërbim konsullor të bëjnë qindra e ndonjëherë mijëra kilometra. Unë garantoj shqiptarët jashtë Shqipërisë se në kuadrin e vitit të diasporës, Partia Demokratike do të hartoj së bashku me ju programin e integrimeve më të mëdha me shqiptarët jashtë vendi dhe shërbimeve më të mira të mundshme për shqiptarët jashtë vendi. Pra, ne, natyrisht kjo kërkon buxhet, por ky buxhet kur nuk do të mungojë. Sepse ju, minimumi çdo vit, sillni në këtë vend mbi 1 miliard euro. Të regjistruara plus të tjera, ndihma ilaçe, ndihma veshje, ndihma tjera që nisni tek njerëzit tuaj. Pra, do t'jeni aksioner në shpërndarjen e buxhetit nga qeveria e Partisë Demokratike dhe e koalicionit të Shqipërisë madhështore. Isa Muja, përshëndetje doktor. A do të bëjë Sali Berisha një polici siç e kanë vendet europiane e kur mos të ketë drejtuesit e policisë politikë siç janë sot? Ju siguroj se do bëjmë gjithçka që policia të jetë e shtetit dhe jo e partisë. Dhe ju keni shumë të drejtë. Policia e partisë është shkatrimi i shtetit, është dorëzimi te krimi. Por mos harroni një gjë, krahasoni 2 periudha. Në qoftë se në periudhën 2005-2009 në 18 muaj, policia e shtetit dhe jo e partisë
arrestoi dhe vuri para ligjit dhe drejtësisë mbi 1050 bandit dhe kryetar bandash dhe dënoi disa prej tyre me dënime për jetë, me dënimet më të rënda. Ata dolën njëri mas tjetri pas vitit 2013 janë të lirë sot dhe janë të lirë sepse u përkistin bandave që bashkëpunonin me politikantë partisë në pushtet. Ndaj dhe nuk ka diskutim që policia do t'jetë e depolitizuar, shërbimi informativ kombëtar do t'jetë i depolitizuar dhe këto janë kusht, gjykatat do t'jenë të depolitizuara, prokuroria do t'jetë e depolitizuar dhe këto janë kushtet më elementare për të pas shtetin e drejtës dhe funksionimin e tij. Evolve Vapo. Zoti Berisha, përshëndetje. Unë desha të të pyes se çfarë do të ndodhë me privatizimet e objekteve shtetërore, a do të bëhen privatizimet sepse në vitin 2012 ju keni firmosur në Këshillin e Ministrave këtë dhe akoma asgjë nuk ka ndodhur. Dhe çfarë do të ndodhë me këto familje që kanë bërë rikonstruktime në këto objekte të cilat po rënoheshin për çdo ditë? Faleminderit. I qëndroj plotësisht vendimit të marrë në vitin 2012. Kjo nuk ka asnjë ndryshim. Okej. Presim pyetjen tjetër, ndërkohë. Jozef Sulaj, a do të krijohet ndonjë institucion për eficiencën shtetërore si në Shtetet e Bashkuara dhe në qoftë se po, kush do ta drejtojë? Pra, kush do jetë Elon Musk i qeverisë suaj? Krijimi i një institucioni për auditimin e eficiencës, por edhe shpenzimeve të bëra në këto 12 vite është vendimtar për të ardhmen e Shqipërisë. I nderuar zotëri, në duart e Edi Rams e dyshes Rama Balluku, vetëm në infrastrukturë ka patur 12 gjatë këtyre viteve 12 miliard euro. Ju lutem 12 miliard euro në një kohë kur në vitet 2005-2013 me 3,2 miliard euro janë ndërtuar 11.400 kilometra rrugë, janë ndërtuar qindra e qindra kilometra autostrada, nga Morina në Vlorë, nga Tirana në Elbasan, janë ndërtuar qindra e qindra rrugë të standardeve europiane 10 metra apo 11 metra të gjëra. Më thoj kush çfarë është ndërtuar pas janë shpenzuar 12 miliard. Mendoni rrugë e Arbrit? Jo. Rrugë e Arbrit nuk është ndërtuar me paratë e buxhetit. Është koncesion. Rrugë e cila zgjati 16 vite. Dhe rrugë e cila zgjati 27 kilometrat e papërfunduara të saj zgjatën 12 vite. 27 kilometrat e papërfunduara të saj që u përfundua dje tuneli, vetëm tuneli i Murrizit 3,7 kilometra, mori 7 vite për të ndërtuar 3,7 kilometra tunelin. Dhe megjithatë, ndërtuesi thot, e kam ndërtuar me paratë e mia. Rruga Limuth, rruga ure e Limuthit Thuman, është ndërtuar 20 kilometra me paratë e kompanisë. Më thoni atëherë, çfarë është ndërtuar me 12 miliard të dashur qytetar? Po, jo them unë, tuneli Llogaras që ka kushtuar 180 milion, apo po shkon 200 milion se s'ka përfunduar.
çfarë është ndërtuar tjetër? Ku janë rrugët? Ku janë 12 miliardë? Janë zhdukur një lloj si me insineratorin e Tiranës. Pra, një audit për të gjithë këto vjedhje të tmerrshme që se ka njohur toka do të bëhet. Cili është Elon Musku? Ne po krijojmë një ekip dhe po mlidhen një nga një personalitete dhe njerëz me një formim të gjithanshëm të fortë. Unë nuk mund të them se ne kemi një Elon Musk, pasi Elon Musk edhe Amerika ka vetëm një, siç po duket. Por ne do krijojmë një tim me njerëz të cilët do të bëjnë një audit dhe të tregojnë shqiptarëve se ku shkuan 10 miliard euro. Në 12 vite Edi Rama, duke dyfishuar taksat, ka patur buxhet total 65 miliard euro, nga cila vetëm 8 miliard janë përdorur për rrogat në këto 12 vite. Të tjera të gjitha ku janë? Janë shtruar në konto të fshehta, në vila, hotele, çdo gjë tjetër. Shikoni se sa të verbër janë. Erjon Veliaj i kapur në flagrancë me insineratorin 130 milion euro që nuk ekziston në Masnishan. I kapur në flagrancë me 5 dënë dhe hotelin që shkon 80 milion euro në Qelq, më i madhi në Shqipëri. I kapur në flagrancë me shkatrime masive banesash për të vjedhur, për të fituar në çdo banesë nga 6 kate. Dhe kanë 3 muaj që vajtojnë dhe që këndojnë himnin e Hajdutit, gjërsa Edi Rama e pas ai po e fundoste dhe i bëri kurthin e fundit të cilin për cilin s'pondalen. Pra, është e domosdoshme auditi. Vetëm një audit do të japë të mundur shqiptarëve të kuptojnë se sa shumë janë vjedhur nga kjo qeveri. Dritan Puçi, a do të zhbohet reforma në drejtësi? Çfarë do të ndodhë me magjistratët e shkarkuar? Së pari, Dritan, ka një rëndësi shumë të madhe. Të ndërgjegjësohen shqiptarët, por dhe komunitetin ndërkombëtar, se ne do ecim drejt Bashkimit Evropian bazuar në merita, në plotësimin e kritereve dhe standardeve. Por hapi i parë, shumë i rëndësishëm, është të ndërgjegjësojë shqiptarët dhe komunitetin ndërkombëtar për 2 çështje themelore. Së pari, kjo reformë që u trumbetue në të cilën u shpenzua nofta dhe gjysmë miliardi euro nga partnerët dhe Shqipëria, pati si produkt mohimin e një procesi ligjor të drejtë qytetarëve shqiptarë. Në të kuptim, një proces i drejtë ligjor kërkon me çdo kusht që çështja trajtohet brenda një kohe të caktuar. Përveç tjerash, kriter themelor. Po kur sot për një çështje civile, qytetari shqiptar duhet të pres mbi 15 vite, kur stoku i dosjeve që ishte para 4 vitesh 120.000 dhe sot është 150.000, kur stoku i dosjeve për të shqyrtuar kërkon 20 vite, kjo do thot 2 gjëra shumë të rënda për vendin.
E para, qytetarët nuk kanë proces ligjor të drejtë, nuk gëzojnë. E dyta, siguri juridike në këtë vend nuk ka. Këto dy faktorë janë të nërësisht të damshëm për Shqipërinë. Nuk ka investitor i huaj që të besoj një vendi ku për procesin civil duhet pres 15 vite, ku nuk ekziston siguria juridike. Pse bëra dhe faktori dytë i madh është ky. Shqipëria ka një prokurori speciale, e cila sot burgos pa asnjë provë fakt dokument drejtues kryesor të partive opozitare, qoftë në burg, qoftë arrest shtëpie. Merr mandate dhe burgos deputet në burg. Shqipëria ka një prokurori e cila përveç këtyre denon ish-ministrat korruptuar, kryetar bashkish për akte korrupsionit pa diskutueshme. Tani, ku qëndron problemi? Problemi qëndron se kjo shëmbëltyrë është identike me shëmbëltyrën e sistemit drejtësisë në diktaturë. Dallimi midis sistemit në kohën e Enver Hoxhës dhe të sotëm është se atëherë mbrojtësin ligjor ta caktonte qeveria, sot e zgjedh qytetari. Por, edhe atëherë, prokurori i përgjithshëm jepte dënime kapitale për kundërshtarët politik dhe burgje, natyrisht jemi të hapur, jepte dënime kapitale edhe për vrasësit, për kriminalët ordiner, pa hezitim. Pra, a mundet një vend të ketë një drejtësi politike? Një vend me drejtësi politike nuk është kur një vend i lirë. Është diktaturë. Në këtë kontekst, bashkë me Komisionin e Venecias, ne do normarim procesin e reformimit sistemit drejtësisë, duke bërë që kjo drejtësi të mos jetë politizuar, kjo drejtësi të mos jetë politike, kjo drejtësi të garantojë shqiptarëve proces ligjor të drejtë. Albano Honori, zoti Berisha, votat nga viti 2017 deri sot, një muaj para zgjedhjeve, blihen me kokainë falas për konsumator, dhe sot jemi vendi i parë në Europë për konsumin e drogave. Ky është një informacion i sigurt dhe një nga krimet më të tmerrshme të këtij pushteti. Merreni seriozisht këtë informacion. Është shumë e vërtet ajo që shkruani. Kjo është Edi Rama u solli si dhuratë shqiptarëve helmin. Njërin nga helmet më të këqija të kohës, i cili vetëm në Shtetet Bashkuara merr çdo vit rreth 100.000 jetë. Dhe Shqipëria merr me 10 qindra jetë në Shqipëri, por që nuk deklarohen të tilla. Natyrisht, zero tolerancë ndaj trafikut dhe drogave do të jetë qëndrimi ynë. Do bëjmë gjithçka për të bindur, do bëjmë gjithçka për të denoncuar blerjen e votës me të gjitha mënyrat nga Edi Rama. Marrim dhe 3 pyetjet e fundit. Përshëndetje, zoti Berisha, Fatjon Ndu Vathaj. Çfarë do të bëhet me pronat që i kemi në zonat malore, të cilat i kemi pas në përdorim, dhe disa i kemi dhe me certifikata pronësie? A do të dalë ndonjë ligj që mund t'i regjistrojmë pronat që i kemi pas në përdorim, apo do na i marrim pasanikët me 100 lekë? Faleminderit. Pronat që i keni në pronësi nuk do mund t'ja u prek njeri. Pronat që janë në përdorim, në qoftë se kanë pronar, përsëri ato do u kthehen pronarve. Në qoftë se nuk kanë pronar, por janë të shtetit, atëherë do të bëhet
janë publike, do bëhet vlerësimi i investimeve që keni bërë, do merren vendime përkatëse në favor të biznesit. Diaspora e Mirditës, Doktor Sali Berisha, ujërat e zeza në të gjitha plazhet shqiptare shkojnë në det, po sidomos Velipoj, Shëngjin dhe Tal. A keni një projekt që plazhet të jenë të pastra si në Malëzi? I dashur mik, problemi i ujrave të pastrëta ka qenë problem ndër më madhor në qeverisjen tonë. Gjatë viteve 2005-2013 ne ndërtuam 11 impiante të përpunimit të ujrave të zeza, me qëllimin më madhor të zero derdhje ujra të zeza në detra dhe liqejt tanë. Çfarë ndodhi pasi u larguam ne? Shumica e këtyre impianteve u mbyllën sepse bashkitë socialiste nuk pranonin të paguanin qiran e energjisë dhe preferonin në vend të saj të derdhin ujrat e zeza në det në të gjithë brigjet tona. Në mënyrë absolute, kjo përbën një përparësi të pa diskutueshme dhe ne do bëjmë gjithçka për ujrat më të pastëra në rajon dhe me gjërë. Marios Papas, a do të rishikohen çmimet e banesave sepse të rinj nuk blejnë dot shtëpi dhe si rregull nuk krijohen kushte për ndërtimin e familjes? Po, keni shumë të drejtë. Strehimi është bërë një problem jashtëzakonisht i vështirë. Çmimet stratosferike kanë shtruar apartamentën në molla vërtet të ndaluara për trit. Qeveria angazhohet për ndërtimet të shumta sociale, me qëllimin më madhor uljen e çmimeve në ndërtim. Ne nuk mund të ndalojmë këta pronarët e kullave të diktojmë çmimeve, por do u diktojmë nëpërmjet tregut, duke ndërtuar me kostot që ekzistojnë dhe shitur me çmime të përafërta, me një fitim caktuar me çmime shumë më të ulta se sa kullat që po shkatrojnë tregun qerat dhe shitjen e banesave. Këto ishin pyetje, doktor, për ta përmbyllur. Të dashur miq, ju falenderoj shumë për pyetjet dhe komunikimin që patëm. Ishte një bisedë shumë e dobishme. Besoj se dhash sqarimet e duhura. Në këtë fushat, edhe një herë, ne duhet të mobilizohemi me gjithë forcat tona për të ndarë me 11 maj nga ky regjim shkatrimtar për Shqipërinë dhe shqiptarët. Për të ecur, të sigurt, të vendosur drejt Shqipërisë madhështore, drejt Shqipërisë në të cilin qytetarët nuk njohin varfëri ekstreme, Shqipërisë në të cilën begatia e qytetarëve, shpërndarja e buxhetit në funksion të rrogave dhe pensioneve të tyre, mbetet praktik konstante e qeverisë, drejt një Shqipërie e cila do shpallë si moto të krenarisë kombëtare Made in Albania, prodhimin shqiptar, drejt një Shqipërie e cila do të jetë më madhështore se kur, si epicendër e fuqishme e teknologjive të larta, e ëndrave më të bukura, të trive dhe trejave shqiptare, drejt një Shqipërie ku qindra mijëra shqiptarë do rikthehen nga bota për të rinërtuar në Shqipëri ëndrrën e tyre. Ju uroj një fundjavë të mbar. Faleminderit shumë.